Partia Socialiste do të votojë në parlament kundër kërkesës së prokurorisë posaçme për arrestimin e ish-numrit 2 të qeverisë, Belinda Balluku. Në mbledhjen e grupit parlamentar, kryeministri Edi Rama për 80 minuta me radhë shpjegoi pse majoranca nuk do të lejojë arrestimin e deputetes Balluku. Sipas tij, SPAKu nuk ka sjellë në kuvend asnjë provë për të argumentuar heqjen e lirisë për ish-numrin 2 të qeverisë. Mosdhënia e lejes për arrest nuk është trysni, është thjesht kryerja e detyrës tonë. Vini të na kërkoni këtë, nuk keni kushtet për të pasur pranimin tonë. Le ta hetojnë deri në fund Belinda Balluku. Dhe le ta ulin gjyq për akuzën e pavarësisë në tendera të para 6 viteve, për cilën i kanë dispozicion të tëra çfarë u duhet, por të mos fyen inteligjencën tonë duke na thënë që ajo rrezikon t'ju prish provat. Gjatë mbledhjes së grupit, Rama deklaroi se edhe biseda e përgjuar e një dëshmitareje nuk provon se deputetja Balluku ka ushtruar presion apo ka tentuar të prish provat. Dhe ne të ngrem dorën për të çuar në burg një deputet me këto argumente? Po çfarë jemi? Bashkautor në krijimin e popullit të paraburgosurve në Shqipëri. Por pavarësisht votës kundër SPAKut për zonjën Balluku, kryeministri Edi Rama përsëriti se Partia Socialiste është e vetmja forcë që mbështet pa kushte reformën në drejtësi. Shumicën socialiste që i kemi dhënë shpirtin betejës për reformën e drejtësisë, po i kemi vënë dispozicion dhe lëkurën drejtësisë pavarur. Bëni që keni për të bërë. Kryeministri Edi Rama përsëriti edhe gjatë mbledhjes së grupit qëndrimin se Partia Socialiste dhe ai personalisht nuk do të përfshihen në betejën e Belinda Ballukut me drejtësinë. Sepse unë respektoj plotësisht pavarësinë e prokurorit. Të drejtën e prokurorisë që tetoi edhe një bashkëpunëtor të ngushtë, si dhe respektoj detyrën time që në asnjë mënyrë të mos bëhem avokati i saj. Kështu që unë e falenderoj sot Belindën për punën e madhe që bëri në detyrat që i besova për 6 vjet me radhë dhe i uroj fatin që meriton, cili do qoftë fati që meriton në betejën ligjore, për cilën do të ketë në krah vetëm avokatët e saj. Në 16 dhjetorin e vitit kaluar, SPAKu kërkoi në parlament autorizim për arrestimin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila po hetohet për akuzën e shkeljes së barazisë në tendera në disa projekte në sektorin e infrastrukturës. Prokurorët e posaçëm sollën në parlament rreth 16.000 faqe me dokumenta, të cilat sipas tyre argumentojnë nevojën e një mase të re sigurie, pasi për SPAKun ish-numri 2 i qeverisë mund të prish provat e mund të ushtrojë presion mbi dëshmitarët. Kërkesa e SPAKut do të jetë për votim ditën e njëjtën në parlament, por Partia Socialiste me 83 mandatet e saj pritet ta rrëzojë pas një problem.